Ky është një tjetër moment i veçantë i sofrës së Dukagjinit. Por më shumë do të flas drejtuesi artistik i sofrës së Dukagjinit, poeti Lulash Brigja. Edhe një herë 2-3 fjalë për shnetëse. Në fakt, mirënjohje meriton se cili që ka në sofrën e Dukagjinit, se cili që i klikon dhe i shpërndan këngët tona, sepse vetëm fal jush ato kanë vlerë, vetëm fal klikimeve dhe pëlqimeve tuja, ne frymëzohemi për të shkruar më shumë dhe këta për të kënduar më tepër. Kemi shpërndar disa mirënjohje për disa miq të sofrës së Dukagjinit, por mirënjohja kryesore i takon atij që është shumë pak një mirënjohje për ta. Është Kolnou, djali i Pregalit, i cili për 2 vit me radhë na fton, na mirëpret. Unë nuk i kam dhënë një mirënjohje sepse është shumë pak, por do ta ftoj me përshëndet gjithë këtë publik dhe sofrën e Dukagjinit. Mirëmbrëma tonë, mirë se keni ardhur. Zuar për shumë vjet festa, e u prit zoti morë mirë tonë. Faleminderit, ta rrit zoti njerën nga shumë mirënjohje. Atëherë, një mirënjohje tjetër i takon një mikut ton të sofrës së Dukagjinit, i cili edhe këtë vit, edhe vitin e kaluar, të gjithë stafin e sofrës së Dukagjinit na ka prit në lokalin e tij, dhe ky është Besnik Rahishta nga Pesat e Shalës. Nuk e di nëse është këtu, por do të lexoj Klodiana mirënjohje. Shoqata Sofra e Dukagjinit i jep mirënjohje zotit Besnik Rahishta Pecaj. Me motivacionin, pjesëmarrja juaj në sofrën e Dukagjinit është një respekt dhe vlerësim për vendlindjen, traditën dhe trashëgiminë tonë kulturore. Ju jeni një mik i nderuar i aktiviteteve tona ndër vite, prandaj stafi drejtues i shoqatës Sofra e Dukagjinit ju vlerëson me një mirënjohje të veçantë. Mirëmbrëma gjithëve, mirë se keni ardhur dhe ju si keni sofra e Dukagjinit. Është kënaqësi për ne me kontribu sa do pak kena mundësi për me ngjallë me mbajt gjithër këtë sofrës sa më të bashkume. Faleminderit. Faleminderit të rritnera. Kolnou, mirënjohje për të dy. Shoqata Sofra e Dukagjinit i jep titullin mirënjohje zotit Lincoln Fusha Palaj. Me të njëjtin motivacion, pjesëmarrja juaj në sofrën e Dukagjinit është një respekt dhe vlerësim për vendlindjen, traditën dhe trashëgiminë tonë kulturore. Ju jeni një mik i nderuar i aktiviteteve tona ndër vite, prandaj stafi drejtues i shoqatës Sofra e Dukagjinit ju vlerëson me një mirënjohje të veçantë. Shoqata Sofra e Dukagjinit i jep titullin mirënjohje zotit Gësim Gjoni Theth. Me motivacionin, pjesëmarrja juaj në sofrën e Dukagjinit është një respekt dhe vlerësim për vendlindjen, traditën dhe trashëgiminë tonë kulturore. Ju jeni një mik i nderuar i aktiviteteve tona ndër vite, prandaj stafi drejtues i shoqatës Sofra e Dukagjinit ju vlerëson me një mirënjohje të veçantë. Poqa e shumë falënderes, e kjoshi, e gëzoshi, e trashëgimoshi, e u paqim. E bise u bashkoshi këtë pole gëzime. Faleminderit se mirë se ke ardhur, Zingjo. Shoqata Sofra e Dukagjinit i jep titullin mirënjohje zotit Ndoc Patoku nga Kiri. Me motivacionin, pjesëmarrja juaj në sofrën e Dukagjinit është një respekt dhe vlerësim për vendlindjen, traditën dhe trashëgiminë tonë kulturore. Ju jeni një mik i nderuar i aktiviteteve tona ndër vite, prandaj stafi drejtues i shoqatës Sofra e Dukagjinit ju vlerëson me një mirënjohje të veçantë. Miroj gjithat mirat, faleminderit shumë mirë për incident. Jeni shumë të nderuar, na keni kënaqur për zonë, na kënaqur vazhdimisht me këngë me këngë të reja me gjana shumë për smari. Ju uroj të fund vitit gëzuar, e vitin tjetër 2026
sa më të mirë, më të lëndë për ju. Ju përshnes e të kaloni sa më mirë. Mirë sot për Zotin Lulash Brizja me gjithë shok, edhe Vuksani me gjithë shok, ta këngëtar në rrugë. Shoqata Sofra e Dukagjinit I jep titullin mirënjohje Zotit Sokol Ndoc Ulaj nga Shala. Me motivacionin, pjesëmarrja juaj në Sofrën e Dukagjinit është një respekt dhe vlerësim për vendlindjen, traditën dhe trashëgiminë tonë kulturore. Ju jeni një mik I nderuar I aktiviteteve tona ndër vite, prandaj stafi drejtues I shoqatës Sofra e Dukagjinit ju vlerëson me një mirënjohje të veçantë. Shoqata Sofra e Dukagjinit I jep titullin mirënjohje Zotit Pol Dakaj nga Nica e Shal. Me motivacionin, pjesëmarrja juaj. Me motivacionin, pjesëmarrja juaj në Sofrën e Dukagjinit është një respekt dhe vlerësim për vendlindjen, traditën dhe trashëgiminë tonë kulturore. Ju jeni një mik I nderuar I aktiviteteve tona ndër vite, prandaj stafi drejtues I shoqatës Sofra e Dukagjinit ju vlerëson me mirënjohje të veçantë. Shoqata Sofra e Dukagjinit I jep titullin mirënjohje Zotit Det Plepaj nga Kiri. Me motivacionin pjesëmarrja juaj në Sofrën e Dukagjinit është një respekt dhe vlerësim për vendlindjen, traditën dhe trashëgiminë tonë kulturore. Ju jeni një mik I nderuar I aktiviteteve tona ndër vite, prandaj stafi drejtues I shoqatës Sofra e Dukagjinit ju vlerëson me një mirënjohje të veçantë. E kjo është nga jetë ajo për I Zoti marë, e po që në jetë familjet, ku dhe t'i keni? Shoqata Sofra e Dukagjinit I jep titullin mirënjohje Zotit Paulin Do nga Prekali. Është një respekt dhe vlerësim për vendlindjen, traditën dhe trashëgiminë tonë kulturore. Ju jeni një mik I nderuar I aktiviteteve tona, prandaj stafi drejtues I shoqatës Sofra e Dukagjinit ju vlerëson me mirënjohje të veçantë. Faleminderit miqtë e Sofrës Dukagjinit, faleminderit ju që u nderuat me mirënjohje sepse I meritoni, por do të mishim edhe ma shumë, por kaq janë mjaftueshëm për një sofër burra, 10 burra. Faleminderit edhe për ju e Vuksanit e gjithë shumë e këmitet tonë. Kjo është një gjatë, uroj Zotit u patim shamanet, gëzuar festa Dukagjinit ku do të nëllë. Faleminderit nga ju. Zoti marë, e inshallah gjithmonë gëzime e lërime në këtë troje, ku në të rinë Dukagjinit, e të kanë shaljan të Dukagjinit. Falem kushtë të gjurë. Për shëndet të tonë, për një zëmarë të tonë.